Një rrugë në New York do të emërohet Isa Buletini, në kuadër të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë afër njëra tjetrës në një zonë të New Yorkut, simbolet Bashkimit Krenarisë Kombëtare Shqiptare të Amerikës apo vetëm do të bëhet emërtimi i rrugës Isa Buletini edhe në sajt të disa emërtimeve të tjerë të rrugëve të New Yorkut të Amerikës gjatë vitet të fundit. Ja vlen të përmendet rrugët Ismail Qemali, Nën Tereza, Gjergj Kastriot, Skënderbeu dhe Fanoli, kushtuar disa prej figurave më të shuar të historisë së shqiptarëve atje ku janë përqendruar më shumë shqiptarë dhe komunitete konsiderueshme shqiptaro-amerikanësh, qendra banimi, veprimtari shoqërore, ekonomike, kulturore. Duhet thënë se këto emërtime në kujtim të figurave të mëdha të historisë së kombit nuk ndodhin vetvetiu, ato janë përfundimi i veprimtarisë politike dhe ekonomike të komunitetit shqiptaro-amerikan. Në këtë rast, ndër falënderim shqiptaro-amerikane State Island përfaqësuar në shoqatën shqiptaro-amerikane State Island për këtë nisë të rëndësishme për komunitetin shqiptar aty. Si rezultat i kësaj vepre, emri Isa Buletini do të njihet pak më mirë ndër brezat e arshëm të shqiptarëve amerikanëve.